Do ta nisim Dritan me atë që ndodhi ose po ndodhi këtë javë për sa i përket vizitës së Donald Trump në lindjen e mesme që pak a shumë edhe për qytetarët do doja dija çfarë ndodhi, kush ishin ato momentet kryesore më të rëndësishme, mesazhet politike apo mesazhet gjeopolitike që u dhanë nga këto nga vizita e tij. Po, në një aspekt nuk është se ndodhi diçka e papritur ose diçka që nuk dije. Pra ndodhi ajo që Trumpi kishte paralajmëruar që me ardhen e tij në pushtet. Nëse mbani mend 3 ditë pasi mori bëri një deklaratë pas inaugurimit që vizitën e parë do ta bëjnë në Arabi Saudite në rast se ata do të kësaj radhe do të investojnë 600 miliard, pra radhën e parë investuan 500, kësaj radhe në rast se kësaj radhe investojnë 600 miliard dollar në Amerikë, vizitën e parë do ta bëj atje. Është po e njëjta pra. Ata premtuan që do investonin 600 miliard dollar në Shtetet Amerikës dhe vizita e parë u bë atje në gjitha vendet e tjera. Pavarësisht kësaj, unë e shoh në aspektin që aktualisht Shtetet Amerikës me atë që ndodhi në vizitën në Arabinë Saudite dhe në Katar, Arabia Saudite dhe Katari me paratë që i dhanë Shtetet Amerikës për gjitha ato marrëveshjet ekonomike që ata bën, në një aspekt morën përfundimisht legitimitetin e asaj që ata kanë bërë, pra kërkuan ndërhyn që Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nëpërmjet Donald Trumpit të takonin udhëheqësin e ri të Sirisë, pra një person që vinte nga radhët e Al-Qaidës, dhe në këtë mënyrë arritën të blejnë legitimitetin e terrorizmit. Pra legitimiteti i terrorizmit është tashmë këta që financuan të gjitha organizatat terroriste, pra dihet që Arabia Saudite dhe Katari kanë qenë financuesit kryesor të Al-Qaidës dhe të çdo lloji organizate terroriste në lindjen e mesme, që nga themelimi i tyre deri në ditët e sotme. Tashmë kjo legitimituar që këto shtete që bën këtë s'ka gjë është legjitim dhe takimi nga ana e Donald Trumpit i njërit prej krye terroristëve. Dhe them për krye terroristëve sepse është personi i cili në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një është personi në kërkim dhe ka një çmim për kokën e tij, ka pasur një çmim për 10 milion dollar. Biles ai sa disa media në Amerikë filluan të thonë që Trumpi e nxori Amerikën më të pasur nga ky takim, jo për shkak të marrëveshjeve që bëri me Arabinë Saudite dhe Katarin, por për shkak se tashmë i kurseu Amerikës 10 milion dollar. Për shkak kësaj. Për shkak kësaj, pra i kurseu Amerikës 10 milion dollar dhe ky është sukses i madh, por ama duke takuar këtë person, ai poshtëroi dhe turpëroi të gjithë atë veprimtarisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të gjithë ata ushtarë amerikanë, cilët kanë dhënë jetën në këtë mashtrimin e kanë madh në luftën kundër terrorizmit në lindjen e mesme. Pra në atë luftën që gjoja në emër të luftës kundër terrorizmit ka qenë ideja për të shkatarruar dhe për të ndryshuar totalisht regjimet, ato regjime që nuk i pëlqenin këtyre neokonservatorëve dhe neoliberalëve. Dhe kjo është konsideruar një shpull për këto neokonservatorët. Pikërisht shpulla më e madhe vjen për deklaratën tjetër të Trumpit, por e para është kjo dhe takimi me këtë, pra legjitimoi totalisht terrorizmin. Vendosi heqjen e të gjitha sanksioneve ndaj Sirisë, gjë që mund ta bënte edhe kur ishte Bashar al-Assadi, pra në rast se do ta bënte atë sërish, mund të bënte një marrëveshje me Bashar al-Assadin, por pritja dhe takimi me një krye terrorist legjitimon terrorizmin. Pra çdo kush sot mund nisi të bëj veprimtari terroriste sepse nesër mund të mbajë një pikë. Sepse Trump thotë unë dua paqe, nuk dua luftë. Dhe në emër të justifikimit paqe mund të bësh paqes dhe jo luftës, në emër të paqes dhe jo në emër të luftës. Paqe bëhet me parime dhe jo me terrorizëm. Jo me ata që presin koka, fëmijësh edhe grash edhe e tjera. Pra nuk mund të bësh paqe me terroristët. Terrorizmi është terrorizëm, nuk është çështje me paqe. Dakor. Dy koncepte ndryshme. Po këtë firmosjen e mineral deal që bëri me Shiko, u bën një marrëveshje parimore, një marrëveshje në parim për shfrytëzimin e mineraleve dhe të lëndëve të parë që ka. Që është ngjashme me atë që deri diku e marrëveshjen e Ukrainës, tashmë pritet që të definohet qartësisht, po ishte thjesht një marrëveshje parimore, por ajo çka mua më tërhoqi vëmendjen ishte pjesa e fjalimit të Trumpit, i cili heq dorë totalisht nga tentativa tash këtë tutje e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të ndryshuar regjime. Po, e ka thënë Trump. Jo, është pjesë e filozofisë së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk është se deklaroi haptë. Nuk ka të bëjë vetëm me këtë. Po. Kjo ishte haptësi dhe tha tekstualisht, pra unë po lexoj çfarë tha. Kina do bëj atë që është në interesin e saj më të mirë, Rusia do bëj atë që është në interesin e saj më të mirë dhe Amerika duhet të bëj atë që është në interesin më të mirë të saj. Aty ku këto interesa puqen,
aty ti ke partneritet dhe aleanca. Aty këto interesa përplasen, aty në punë diplomacia për të parandaluar konfliktet në mënyrë për të çuar para interesat e tua dhe njëkohësisht të kuptosh se edhe tjetri do të shtyjë interesat e tij. Pra, në këtë moment i dha fund gjithë politikës të Shtetit Bashkuar të Amerikës që ka qenë që nga mbarimi i luftës së dytë botërore deri më sot, tentativës, sidomos në këto 30 të fundit, për ndryshim regjimesh në emër të demokracisë. Pra, ndërhyrje në emër të demokracisë. Po. Dhe kjo është një ndryshim i madh, po, është kthesë e madhe, përmbysje e madhe. Duhet të jetë për të gjithë, pra, jo vetëm për vendet e tjera të lindjes, jo vetëm për vendet e Azisë, jo vetëm për ata, por kjo duhet të jetë edhe për ata në Shqipëri që mendojnë se tashmë do vi Amerika dhe do ndryshojë regjimin. Jo, është përmbysje, jam dakord. Pra, në të gjithë aspektet duhet parë. Pra, edhe këtu kur ka njerëz që shohin dhe ka forca politike që presin që të vijë Amerika të ndryshojë regjimin, pra të rrëzojë Ramën dhe të bjerrin pushtet të tjerët, me këtë deklaratë të Trumpit nuk ka fund se pra s'ka ndërhyrje Shtetit Bashkuar të Amerikës për ndryshim regjimesh. Në rast se ndryshimin, regjimin e ndryshon vetë, nuk ta ndryshojnë me ata. Nuk ka më luftra për të çuar demokracinë. S'ka më, pra, sepse demokracia duhet të jetë autoktone. Po. Demokracia nuk mund të jetë eksportuar, nuk është material i cili nuk eksportohet asnjëherë. Endrej, si e lexove vizitën e Donald Trump në lindjen e mesme, sepse është komentuar gjithësisht për ato që ndodhen, për dealet tregtare që bëri, por kryesisht për marrëveshjen e mineraleve me Ahmed Sharën për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë. Si e komenton gjithë vizitën e Trumpit atje? Mos harrojmë, nuk ka shkuar në Izrael, kjo duhet të thënë. Pra në një farë mënyre ka shmangur Izraeli në gjithë të tur në daljen e tij të parë në vizitën e tij të parë, le të themi, daljen e tij të parë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithë politika e jashtme e Trumpit mund të bazohet vetëm te një fjali e vetme, domethënë është si të bësh lek. Dhe kjo ka qenë ajo që edhe njëra në arsyet që e zgjodhen në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte fakti që Donald Trump thoshte ne falimentojmë, ne na duhen lek, ne duhet më ul shpenzimet etj. Pra, për sa i përket Trumpit, kjo puna e fondeve, mungesës fondeve, mungesës investimeve, apo gjetjes së fondeve, gjetjes së investimeve, apo ndonjë përfitimi tjetër, ka qenë kryefjala që nga fillimi e deri në sot. Në këtë kuadër ishte edhe fakti që e paralajmëroi që do ishte vizita e parë e tij jashtë, do ishte në Arabinë Saudite, me kushtin që Arabia Saudite të bënte atë investim, siç e përmendë Dritani. Dhe kjo ishte e ditur, u detyrua të bënte një vizitë parakohshme në Rom për shkak të vdekjes papës, por vizitë tjetër në një vend tjetër të madh nuk ka bërë përveç asaj të Arabisë Saudite. Kështu që shkon me atë mentalitetin Trumpit dhe me mentalitetin Trumpit kjo puna e lekëve dhe puna e shpenzimeve u dallua dhe për shpenzime apo ndryshim le të themi geostrategjik. Po s'është geostrategjik, po të shikosh gjatë mandatit të parë për shembull Trump ishte në ata të cilët e sulmonte Katarin si financues të terrorizmit. Ka qenë personalisht në 2017 e tjerë i bëri presion derisa Katari filloi pastaj të bënte ca investime në drejtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Trumpi e mbylli gojën, nuk u kujtua më. E njëjta gjë edhe tani. Filloi të bënte presion dhe e bëri presionin nëpërmjet, po themi, fushazës që bëri me Houthi, domethënë dhe presion diplomatik mbi Iranin për gjetjen e një marrëveshje dhe normalisht Irani dhe Katari janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, themi atë që është, sepse kanë një Irani dhe Katari. Po, kanë fushën e gazit e kanë të përbashkët. Dhe tani është na që e kanë të përbashkët, tani ishte edhe një, domethënë, investigim i bërë në një gazetë prestigjioze që po që ishte një fakt që dije që Katari shet më shumë se sa i takon nga ajo gaz dhe ja jep fshehurazi Iranit. Pra, duke qenë se shfrytëzojnë të njëjtën fushë gazi, Katari nëpërmjet kompanive të veta, duke sikur prodhon më tepër dhe shet më tepër, por fatikisht ajo është nga pjesa e Iranit dhe në mënyrë, po themi, indirekte, ato të ardhur ja kalon Iranit. Dhe duke qenë se çoi ata bombarduesit e tij çoi edhe për një fushat gjasme që do e bënte ndaj Iranit në kuadër të bisedimeve dhe të tjera, ishte duke bërë një presion diplomatik mbi Iranin, njëkohësisht edhe mbi Katarin. Derisa Katari tani filloi edhe Katari lidhi atë kontratën që mund të shkonin dhe me investime të bashkë, me ato blerjen e avionëve, një flotë shumë të madhe të avionëve Boeing, që mund të shkojnë deri në $1.4 trilion, domethënë që të gjitha bashkë.
Kështu që në momentin që i bëri ato, filloi të fliste për paqen në lindjen e mesme. Ajo që ishte një kërkesë specifike, po që u dallua nga edhe më përpara një veprimi i tillë, ishte pjesa për sa i përket Sirisë. Është vërtet ka qenë ai që ka qenë që është tani Art Golani, domethënë është Jolani, sepse ata e thonë Jolani, po ai ka të bëjë sepse është në zona Golan, që është zona midis Palestinës, domethënë Izraelit edhe Sirisë. Dhe ka qenë luftëtar i Al-Qaidës në Irak, është kapur rob nga amerikanët në Irak, ka pasur çmim për kokën e tij, është e vërtet. Pastaj dhe është dërguar vetë nga kreu i ISIS-it, është dërguar në Siri. Ai që u bë më vonë kreu i ISIS-it, në atë kohë nuk ishte ata që famshëm. Po merremi me këtë, po unë po them çfarë do thotë kjo për Sirinë, se pa shpamje feste në Siri për sa i përket këtij dilli. Gjërat ecin mirë, sepse sanksionet do hiqen pavarësisht se SBA do marri gazin dhe naftën në terma të thjeshtë. Kishte një farë situacion. Se mineral deal-i, Endrik, më fal, mineral deal-i është ka të bëjë edhe me gazin dhe me naftën, besoj, nuk është. Po me gjitha burimet natyrore, që ta qartësojmë. Pra është ajo zona sipër e Sirisë dritan që është ku kanë qenë vendosur vetë SBA-ja. Po, dhe po ta kujtoni, para një muaji Donald Trump urdhroi dhe tërheqjen e një pjesë të trupave që kishin në zona e kurdëve. Pra në një farë mënyrë e kishte quajtur si fakt të mbaruar këtë punën e Sirisë, dhe prezenca amerikane aty mos ishte dhe aq imponente, që tregonte që nuk kishte ndërmend që të konfliktoj me qeverinë e Sirisë, domethënë në mbështetje të kurdëve, do kishte një forcë më të vogël, thjesht do ishte si tip tepër vëzhguese se sa pjesëmarrëse aktive në operacione. Në një farë mënyrë e njohur në mënyrë të, po themi, me heshtje qeverinë e Jolanit. Dhe duhet të një gjë, domethënë është vërtet që Jolani është një ata që ka qenë terrorist, ka luftuar me Al-Qaidën, po pastaj duke vajtur në Siri e ndryshoi pakës qëndrimin e vet, bile ky themeloi ato që ishin brigadat Al-Nusra, të cilat pastaj ky sa nuk janë në ISIS, ka luftuar me ISIS. Ky ka qenë Jolani këtë morën vesh. Në mënyrë ai e kishte ndryshuar atë drejtimin e vet. Jo se ndryshoi atë besimin islamik edhe mënyrën se si e prezantonte politikën, që është pjesë e islamit politik, por ishte një personazh i cili e ka ndryshuar pozicionin e vet dhe ajo që mund thuhet pati mbështetjen e shumicës popullsisë, Asadi nuk e pati këtë mbështetje, u dallua në disa kryengritje që janë bërë kundër Asadit, duke qenë se ishte diktaturë, normalisht u mundua të jepte formën e një shteti laik me civilizime të tjera, por nuk e donte shumica e popullsisë. Tani shumica e popullsisë ka dashur këtë lloj forme regjimi dhe në një farë mënyrë Trumpi e pranon atë që është zhvillim në terren dhe ka thënë që ne do i heqim këto sanksione për t'i dhënë një mundësi këtij populli të zhvillohet. Duket shumë e bukur në parim, por në krau tjetër është dhe një goditje ndaj Iranit, sepse mbajtja e sanksioneve asgjë s'ka thënë për Iranin. Jo, s'ka thënë gjë për Iranin, por heqja e sanksioneve ndaj Iranit në këtë vizitë. Heqja e sanksioneve nuk kupton që për një qeveri që është anti-iraniane, siç është ajo e Jolanit, nuk kupton që të ketë mundësi që të marrë veten dhe të zhvillohet. Këtë duhet kuptoj unë. Dhe kjo nuk do ishte. Këto mesazhe duhet lexoj. Ky mesazh ishte, domethënë, duke pranuar faktin që tashmë kjo është një qeveri anti-iraniane, në një farë mënyrë edhe anti-ruse, themi atë që është, sepse kanë qenë Asadi vazhdon akoma që të jetë në Moskë, domethënë. Kështu që në një farë mënyrë duke e ndihmuar atë të rimë këmbët është dhe një farë, domethënë, i krijon një problem tjetër akoma Iranit, duke fuqizuar një kundërshtar të vetin në rajon, domethënë. Pavarësisht se nuk është e përmendur drejt për drejt. Se do të jetë përse ç'kundërshtar është Siria për Iranin në këtë aspekt? Po, sepse Irani ishte ai i cili e mbante, po themi, nën kontroll Sirinë, dhe në momentin kur bjen një qeveri anti-iraniane aty, ti ke
problemin e Hezbollahve. Hezbollah, për shembull, furnizoheshin nëpërmjet territorit të Sirisë. Pra kalonin karvanët dhe shkonin në drejtim të Sirisë. Ke zonën e shiitëve që janë alavit, që janë të lidhur me Iranin, të cilët tashmë nuk do të kenë pozita dominuese në politikë dhe kështu që nuk mund të marrin vendime në favor të Iranit. Tashmë është një majorancë. Po ka marrë vendime në favor të Iranit. Me fjalë, duke qenë se sipas kësaj logjikës tuaj bie, duke qenë se Asadi ishte alavit, se i përkiste kësaj alavitëve. Dhe tashmë që hoqëm Asadin, tashmë që ky terroristi, pra ky krye terroristi i bërë demokrat dhe i vulosur nga amerikanët si demokrat dhe nga evropianët. Nuk është dashur demokrat, themi atë. Mi mund të themi vulosur, po them që është, po themi vulosur, nuk thash i bërë, nuk thash se është demokrat. Thash i bërë demokrat nga amerikanët dhe nga francezët dhe nga evropianët, sot që ka nisur dhe vret të gjithë popullatën alavite atje, pra vazhdojnë dhe i shfaros, domethënë po bën mirë sipas asaj logjike sepse ata deri dje kanë pasur. Thash po bën mirë. Thash me këtë që po bëri, fuqizoi një armik të Iranit, sepse ai ishte armik i Iranit dhe vazhdon të jetë armik i Iranit në drejtim të politikës së brendshme dhe të jashtme. Tani ky është fakt evident. Pastaj gjithë atë që po bën dikush që ka kryer krime, po merrni ka bërë as ka bërë krime. Aktualisht po nxisin të njëjtin mentalitet që kishin, që nxishin krijuan organizata terroriste që nga Al-Qaida dhe këtej. Pra, lufta në rast se kemi 20 vjet të këtyre organizatave terroriste dhe deri më sot organizatat terroriste kanë bërë ndonjë veprimtari ndaj Izraelit? Zero. Gjithë ndaria është ndaj shiitëve. Ka një arsye. Pra luftë e brendshme fetare. Ka një arsye pse ato ekzistojnë. Dhe duhet kuptuar dhe një diçka, që ka një vullnet të brendshëm të popullsisë për të vepruar në atë mënyrë. Nëse shumica e popullsisë aty është 90% suni dhe e percepton që është vetëm një 10% që është alavit, na mban ne nën kontroll, normalisht do ketë pakënaqësi. Dhe jo vetëm kështu, Asadi nuk ishte në ata, ne kemi parë varret masive të Asadit. Nuk ishte një ëngjëll i cili kishte sjellë përparimin. Dhe kjo situatë, në këtë moment, ke një qeveri e cila ka në një farë mënyrë mbështetjen e shumicës së popullsisë aty. Pastaj ka dhe i diçka tjetër. Janë me miliona refugjat sirian që janë në Evropë, që janë Turqi, dhe në qoftë se stabilizohet Siria, ti ke mundësi dhe këta refugjat që të kthehen në vendet e tyre, duke lehtësuar kush e ndaloi stabilizimin e Sirisë? Duke lehtësuar, se ishte për çfarë, ishte luftë normalisht. Po kush e bëri? Po Siria ishte një shtet unitar, funksiononte në rregull. Ta ngritën këto organizata terroriste, i financuan. Funksiononte në rregull, por ty që ishe në politikë njashme, por sirianët që ishin brenda që nuk e duronin do Asadin, 90% e urrenin, nuk funksiononte në rregull. Tani ajo qeveri që është, 90% e popullsisë. Pastaj logjikë bie që sa herë që nuk urrejmë qeveri brenda, duhet të ngrejmë organizata terroriste për të rrëzuar në rast se nuk rrëzojmë dot politikisht. Jo, nuk po thotë këtë, ende sot po thotë asgjë. Nëse nuk rrëzohesh me votë, rrëzohesh me armë. Pra do vazhdojmë do bëjmë terrorizëm. Po nuk rrëzohesh dot me, po gjithë diktaturat kanë rënë me revolucion, nuk ka ndonjë diktaturë që ka rënë me votë. Po nëse pengon votën, Dritan, vetëm këtë. Ka penguar votën. Ka dal kjo. Jo, mos futemi ke Siria se do gjejmë. Po flasim shumë në përgjithësi, pra le ta thajë. Tani ky është një realitet thon diçka. Neve i diskutojmë gjërat mbi atë që është në terren. Ishte 80% sot në terren kemi Al Xhulanin që po drejton dhe unë dua ta nis bisedën mbi këtë fakt që mos hym se futemi pasaj ke debati që ku sira Asadi, pse iku Asadi, roli i Rusisë i Izraelit në këtë histori dhe ngatrohemi. Dritan, Siria dhe Izraeli po zhvillojnë bisedime, pra nisur nga kjo. Siria dhe Izraeli nuk po zhvillojnë sot. Siria dhe Izraeli bisedime zyrtare për normalizim. Që para një muaji kanë nisur bisedimet. Po, sipas Times në Katar, midis këtyre dy, takimi i dytë ka qenë në Arabi Saudite, ka pasur një takim në Egjipt, sërish. E gjitha është për akordet abrahamike. E gjitha është për të shkruar një marrëveshje dy palçe të nxitur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ajo që thatë që nuk shkojnë në Izrael, ai nuk shkojnë në Izrael, po lozim atë lojën e atij prestigjatorit për Trumpi, po loz një lloj prestigjatorit në këtë moment. Pra u mor me këto dile dhe propagandoi me të madhe gjithë mediat amerikane dhe gjithë to mediat perëndimore se ky nuk shkojnë në Izrael, domethënë që nuk shkojnë në Izrael, ky është kundër Izraelit. Trumpi nuk është kundër Izraelit. Trumpi ka mosmarrveshje me Netanyahun. Kjo dhe me qeverinë Netanyahu, po jo me Izraelin. Pra do ndajmë gjëra.
Pra Trumpi ka vepruar në këtë aspekt kundër Netanyahut, sepse Netanyahu është menduar ta përdori Trumpin dhe qeverinë amerikane për interesat e tij politike të brendshme të jashtme për interesat e tij. Dhe në këtë moment Trumpi po i thotë Netanyahu që ne nuk jemi mercenarët e tu, pra Amerika nuk është mercenar i qeverisë Netanyahu. Por nuk jemi kundër Izraelit. Po, vazhdon dhe aleat, sepse edhe Katarit, edhe Arabi Saudite i kërkoi publikisht që të vazhdojnë marrëveshjen ebraimike, pra ta firmosin atë, por të kësaj të radhe jo duke vënë kohë ose limite, por duke thënë si kur të gjeni kohën, pra sipas kohës suaj. Dhe të njëjtën gjë i ka kërkuar edhe Sirisë, dhe Siria është duke vajtur në këtë, dhe tashmë Siria për këtë normalizim duhet të shkojë në një marrëveshje dypalçe. Por kjo është sërish në favorin e Izraelit, sepse çdo marrëveshje dypalçe që do shkojnë. Izraeli ka deklaruar që nuk i tërheq forcat ushtarake në territori i Sirisë deri aty ku ka vajtur. Po, do diskutohet edhe për atë për Golanin. Në rast se këto nuk tërhiqen, pra e gjitha është në favor të Izraelit. Çdo lloj marrëveshje që Trumpi ka bërë, çdo lloj vizite që po bën në vendet arabe, pavarësisht se nuk shon Izrael, është duke bërë në favor të Izraelit, pra duke konsolidon rolin e Izraelit në këtë territor. Por të konsolidosh nuk do thotë, sepse gjithnjë kemi konceptuar që të konsolidosh Izraelin do thotë që të shkosh në Izrael dhe të bësh vizitën e parë në Izrael, të tregosh që ky është. Nuk ka nevojë ta tregoj. Amerika e ka treguar që Izraeli është baza kryesore e Amerikës në lindjen e mesme. Mjafton të patjetër do mbetet, sepse një nga kërkesat që Trumpi i bëri këtij terroristit Xholanit ishte dy kërkesa pra. E para tha që të shohë edhe ai pra që Siria të shkojë drejt akordeve ebraimike, dhe e dyta i kërkoi që të largonte nga Siria të gjitha organizatat e armatosura palestineze që ndodhen atje. Pra Trumpi vazhdon sërish për krajen e Izraelit për genocidin që po i bën popullit palestinez. Pra çdo lloj lufte armatosur, çdo lloj përpjekje armatosur e këtij populli për të mbrojtur nga një kolonizator siç Izraeli, Trumpi po kërkon ta shuajë. Do dalim aty. Endri, si e shikon këtë raportin e Trump me Netanyahu apo Izraelin, se Dritani bëri këtë diferencën që e ka me Netanyahu në gjithë këtë injorimin, por roli i Izraelit vazhdon të mbetet. Ndërkohë po sjell në vëmendjen e opinionit publik, disa komentator janë duke e lexuar Donald Trumpin ashtu siç e lexove ti, një biznesmen, duke lexuar si till thonë që Netanyahu dhe Izraeli i kanë dalë jashtë funksionit në kuptimin dhe këndvështrimin dhe mënyrën se si e shef ai botën. A mund të ndodhë kjo? Kanë dalë jashtë mbas se kanë ai po themi hatërmbetje, diçka që midis Trumpit dhe Netanyahut në kuptimin e atyre inatave personale që Trumpi tashmë është i famshëm, por duhet kuptuar një gjë që akordet Abrams kanë qenë një iniciativë e Trumpit që në mandatin e tij të parë. Po, dakord jam. Kështu që ai po vazhdon të ndjeki po të njëjtën politikë të jashtme, akordet Abrams. Dhe tani Siria, kush ishin ata që ishin kundërshtarët kryesor, domethënë në rajon, për paqëtimin midis Izraelit dhe botës arabe, ishin kryesisht fqinjët. Arabia Saudite nuk ose kishte ndonjë problem jetik me Izraelin, as Jordania. Egjipti jo dhe aq. Ato që ngelin që ishin Siria dhe Libani. Por tani kemi një realitet tjetër. Në Liban, Hezbollah janë dëmtuar jashtëzakonisht shumë nga ana ushtarake dhe nuk janë më faktor aq relevant sa ishte më përpara, për shkak të fushatës që bëri Izraeli. Dhe njëkohësisht në Siri kemi një aktor tjetër politik, nuk është më Asadi, i cili vazhdon në politikën e teatrit që të luftës me, dhe kemi një tjetër. Tashmë po krijohen kushtet që ato akordet Abrams që Trump kishte gjatë mandatit të parë si synim, tashmë po piqen dhe politikisht me qeverinë në rajon që janë të gatshëm të shkojnë në atë drejtim. Dhe kjo nuk është vetëm iniciativë e tij, është dhe iniciativë e vendeve arabe të gjirit. Princi Saudit i Kurorës po mundohet të projektojë Arabinë Saudite të ardhmes. E besoj e keni parë atë projektin. Po, që i tregoj me AI. Po, atë projektin e qytetit, domethënë që po bën, po mundohet që ta çojë, është duke kryer reforma të brendshme brenda në shtetin arab, të Arabisë Saudite, duke munduar që ta projektojë në të ardhmen dhe nuk do që këto konfliktet dhe ky konflikt kaq i zgjatur të vazhdojë sepse rrezikon stabilitetin dhe të pushtetit të kurorës vetë të Arabisë Saudite. Kështu që normalisht dhe ai është i prirur që rajoni të ketë një të tillë, domethënë. Dhe Trumpi
po e ndihmon në këtë drejtim, edhe me qëndrimin e vetë në kuptimin që, shiko, këto janë fakte në terren tani, ne nuk kemi ndërmend më të angazhohemi këtu, qoftë edhe për mungesë vullneti politik, po qoftë edhe të pamundësisë në ana, po themi, ushtarake, për të kryer shpenzime, sepse janë të kota. Kam folur këtu dikur për luftën asimetrike, kur nëse e mban mend, dhe një nga këto rastet kur lufta asimetrike nuk sjell, domethënë e detyron atë që harxhon më shumë që të heqë dorë, plus dhe mesazhi që do që t'i çojë Izraelit është fakti i heqjes dorë në fushatën ndaj Houthi. Pra, para një jave, Trumpi tha që bolt me këtë fushatë ndaj Houthi, po harxojmë shumë dhe nuk po arrim ndonjë gjë të madhe, dhe me këtë i kurseu ca lek Shtetet Bashkuara të Amerikës, po njëkohësisht në ana tjetër jep një mesazh Izraelit që unë nuk jam duke bërë, po themi, lojën tënde që t'i bie këtyre Houthi, ndërkohë që pra i jep mesazh Netanyahut në kuptimin që nëse ti do që të veprosh me kokën tënde, dije që unë nuk e kam, ti do veprosh brenda atij kuadri që unë e kam menduar lindjen e mesme. Ndërkohë, dritan, një nga deklaratat që Trump ka bërë gjatë vizitës së tij në lindjen e mesme është se ka ndryshuar plotësisht qëndrim për sa i përket zhvendosjes së palestinezëve në Gaza. Pra Shtëpia e Bardhë ka ndryshuar tërësisht qëndrim në raport me këtë, por nuk ndodhi ajo që paralajmërohej që Trump do bënte një deklaratë për njohjen e shtetit e një shteti palestinez në ato territore. Jo, pavarësisht deklaratës se ka ndryshuar mendimi i Shtëpisë Bardhë i Trumpit për zhvendosjen e palestinezëve, nuk ka një deklaratë të qartë se cili është ky mendim i ndryshuar. Jo, është ajo që ne nuk jemi për, nuk mbështesim asnjë zhvendosje të palestinezëve nga Gaza, ndërkohë ka kërkuar edhe që Gazën ta marrin ta administrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra nuk ka ndryshuar në gjë e madhe. Këtë e kërkonte pra edhe me zhvendosjen e fillim ka qenë zhvendosja atyre dhe marrja nën administrim e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo ka qenë propozimi i parë. Në fillim fare, po. Tashmë thot, nuk i zhvendosim ata, por në administrim do ta marrim po neve. Po. Pra nuk kemi ndonjë ndryshim të madh në këtë aspekt. Dhe në momentin që pra ata nuk i zhvendosin, okay. Por ndryshim do thoshim në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do t'i thoshin Izraelit sot, qeverisë Netanyahu, ndalosh çdo lloj operacioni ushtarak në moment në Gaza, ndalo genocidin që po bën në Gaza, ndalo pastrimin etnik që po bën në Gaza, vrasje dhe gjithçka tjetër. Pra, dhe do të ndalonte jo më larg se mbrëm ka bërë një sulm brutal atje me qinë sa të vrarë. Dje, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë izraelite deklaron që në një deklaratë, në një kërkesë nga një televizion izraelit, pra sa është numri, dhe thotë që 80%, pra vetëm 20% e të vrarëve në Gaza, që nga rifillimi i operacionit në mars, janë pjesëtarë të Hamasit, 80% janë popullsi civile. Pra e pranon vetë. Me zë dhe me figurë shtabi i përgjithshëm. Mbron 150 viktima civile 24 orë të fundit. Dje në një televizion izraelit, zëdhënësi shtabi i përgjithshëm e ka pranuar të. Pra vetëm 20% e të vrarëve janë anëtarë të Hamasit. Domethënë 80% janë popullat civile të vrarë. Pa ata po pranojnë genocidin. Po të kthehemi tek ajo dritan, te pjesa që çfarë duhet bënte Trumpi. Duhet menjëherë të ndalonte çdo lloj dhënie armatimi, sepse aktualisht çdo palestinez që po vritet me anë të armatimit amerikan. Çdo lloj bombe që po çon është bomba amerikane, nuk ka më kapacitete. Izraeli ka shojtur kapacitetet e veta që ka pasur të prodhimit. Nuk ka asnjë kapacitet për të prodhuar. Asnjë gjë. Për shkak edhe të bllokadës që ka psuar, bllokadës detare, për shkak të gjitha materialeve që duhet vinë, që një pjesë e vendeve nuk i japin, nuk prodhon dot më asnjë lloj armatimi dhe municioni. Të gjitha i merren nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj, kjo deklaratë e Trumpit, them, është deklaratë thjesht për interesin e Trumpit. Nuk është në favor të palestinezëve. Thjesht unë do të jam dakord që tashu po ndalet. Si do ta ndalesh? Ti e ke dorë të ndalesh, pse se ndal? Pra nuk ka tentativë për ndalje. Nuk është një provokim i Netanyahut për prishur, le të themi, këto akordet që kërkon Trumpi. Jo, nuk është provokim i Netanyahut sepse Netanyahu ka vazhduar. Me që thamë që Trump e ka me Netanyahun. E ka me Netanyahun, por Netanyahu nuk është se deri më dje nuk po vriste, edhe sot nga që ky deklaroi këtë në Arabi Saudite filloi të vrasi. Jo, e rriti dozën. Netanyahu nuk e ka ndaluar vrasjen e palestinezëve që një vit që 19 muaj. Mbrom ishte
Po ishte një nga sulmet më të ashur në këto 2 muajt e fundit. Sulmoi edhe Spitalin Evropian. Në këto 2 muajt e fundit. Po, dakor. Pra, nuk ka ndonjë ndryshim. Pra është thjesht në trajektorën e vet. Trajektorën e punës së Netanyahu dhe qeverisë dhe kabinetit qeveritar Netanyahu në raport me palestinezët, me vrasjet, genocidin që po bën dhe nazizmin që po shfaq ky zionizmi izraelit në Palestinë, nuk ka asnjë ndryshim në këto 2 vjet nga ana e Netanyahut. Po kjo dritan që zyrtarët e Hamasit dhe kjo sipas Jerusalem Postit, zyrtarët e Hamasit thonë që janë në bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht kjo që thonë, kemi kaluar në fazën asaj që thonë, kemi kaluar në fazën e vërtetësisë, sepse edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ata e pranuan që në bisedime direkte me ta u arrit lëshimi i pengut izraelito-amerikan, pra në shtetësi amerikane. Po. Dhe në këtë edhe Izraeli doli tha që ne as kishim dieni për këtë marrëveshje dhe as nuk na tha kush për këtë. Pra, e kemi kaluar fazën që thon, pra jemi te faza që ka ndodhur. Bisedime direkte ka ndodhur dhe derisa ka ndodhur një herë, besoj që janë vazhdimsi edhe tashmë sepse nuk është se ka pasur një pengesë. Po. Endri, ndërkohë si e vlerëson këtë momentin që pritej një deklaratë e Trumpit për njohjen e një shteti palestinez, paktën bëri e hon mediat izraelite, si lajm para se Trump të shkonte në turin e tij në lindjen e mesme, dhe kemi këto qëndrime që pak a shumë i tham deri tani. Si e lexon mesazhet që dha Trump për sa i përket Gazës? Gazës dhe Palestinës. Mesazhi i Trumpit është një hap mbrapa atij të Arabisë Saudite, domethënë dhe po e bën politikën e jashtme aty në rajon, po e bën koordinim me Arabinë Saudite. U dallua që është aleati më besnik i Amerikës pas Izraelit dhe ka një raport special me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që do eci siç e ka bërë marrëveshjen me këtë. Është e vështirë që ti të bësh një, domethënë të kesh një ndryshim kaq të madh të kalimit nga një mbështetje totale për Izraelin të kalosh në një njohje të Palestinës, domethënë është pamundur për një president amerikan ta bëjë për mënyrën se si është ndërtuar pushteti dhe për mënyrën se si është ndërtuar politika e jashtme amerikane. Por çështja palestineze, sipas mendimit të Trumpit, në mandatin e parë do zgjidhet nëpërmjet akordeve Abrams, pra kur të diskutoheshin marrëveshjet e paqes sidomos midis Arabisë Saudite dhe Izraelit, do përfshi edhe çështja palestineze në mes. Pra, atë që po bën Trump tani është që po mundohet të krijojë premisat në rajon që të kemi këtë marrëveshje midis Arabisë Saudite dhe Izraelit, në cilën do përfshi edhe çështja palestineze. Ky është drejtimi në të cilin po ecën. Kuptohet që nëpërmjet ndikimit të Arabisë Saudite hoqi dorë nga ajo Gaza City, ai projekti i turpshëm, domethënë që ishte për spastrimin etnik. Tani tha që nuk do e lejoj spastrimin etnik, pra ishte një deklaratë e Marco Rubios, ishte sekretar, dhe kuptohet që këtë e ka bërë me ndërhyrjen e këtyre, duhet të kuptojë një gjë në politikën e jashtme të Trumpit. Trump e ka gjithmonë që kalon në ekstrem, të bën presion dhe pastaj merr diçka. Kjo është taktika. Pra, ai e thot Gaza City do i spastrojmë, do i heqim, edhe kupton pastaj vjen e Arabisë Saudite dhe thot ma bëj si favor këtë gjë, e kupton që mos kështu, dhe Trump i thot po ta bëj si favor. Nuk e kishte në plan ta bënte atë gjë. Është teori, po pra, edhe te libri i tij Arti i Marrëveshjes, është pikërisht kjo gjë, domethënë ti bën kërkesa absurde ekstreme që kur tjetri për të ta quaj si favor që ti heq dorë në kërkesat ekstreme dhe ti fatikisht merr atë maksimumin që do. Në këtë rast morën mbështetjen. Ky është ajo që bën Trumpi në këtë rast dhe kjo është mos e kuptueshme në këtë rast. Dritan, pritej edhe një takim midis Trumpit, Putinit dhe Zelenskit në Stamboll, si për t'i dhënë, le të themi, fund ose për t'i dhënë një armë pushim midis Ukrainës dhe Rusisë. Zelenski shkoi në Turqi, ndërkohë që Putini nuk refuzoi të shkonte dhe çoi atje delegacionin cilin e kishte çuar edhe në 2022-shin. Të kemi një problem. Themi pritej. Pra, nuk kishte asnjë deklaratë që
palët do të takoheshin në nivel presidencial në Stamboll. Jo, nuk ishte deklarat, po pritej, po them. Jo, pritej kur s'ka deklarat, atëherë është thjesht një perceptim që krijojmë ne. Kam shumë dëshirë thoshte Trumpi që të shkojnë po edhe Trumpi në Stamboll, në rast se që bëhen pjesë. Do shkojnë në Stamboll, unë do të shkoj. Pikërisht pra, nuk ishte gjë që spritej. Po nuk pritej sepse nuk ishte deklarat. Deklarata e Putinit ishte e qartë që i rifillojmë bisedimet aty ku i lam. Tekstualisht është kjo, rifillojmë bisedimet ku i lam në 2022-shin në Stamboll. Pra, aty ku i lam, do me thënë që nisen me të njëjtat delegacione dhe delegacioni që ka qenë Rusia është kemi një takim direkt midis Ukrainës pas 2022-shit. Një takim për herë të parë dhe kjo duhet të thënë është një avancim në diskutimin dhe negociatat për paqe, për armëpushim apo shiko, është në atë kërkesë, do të kemi një parasysh. Pra, aktualisht Ukraina është gjetur në një pozitë, unë nuk po them Ukraina, po Zelenski e ka vënë veten në një pozitë duke qenë se është një është një aktor totalisht në këtë lojë, pra thjesht një aktor, një manipulant i papar, dhe në fillim kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisën bisedimet me Rusin. Zelenski ishte që doli me një deklarat dhe tha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të negociojnë për Ukrainën pa që në Ukraina në tavolinë e bisedimeve. E mbani mend? Kështu deklaroi. Po, dhe tashmë me ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, me kërkesat e saj të vazhdueshme, Rusia tha që hajde, ulemi në tavolinë. Dhe vazhdojmë bisedime në tavolinë siç i kishim në 2022-shin. Pra ulemi në nivel specialistësh. Po. Dhe tashmë kur kjo erdhi, Zelenski duke e parë veten në një pozitë që kjo u realizuar, pra kjo kërkesë e tij në fillim që donte të ishte pjesë e tavolinës, tashmë u mundua ta pritet duke thënë që jo në nivel prezidencial, po ti s'mund të bisosh në nivel prezidencial pa përcaktuar një herë çfarë ke ndarë, çfarë s'ka ndarë, sepse ka ndryshuar situata, nuk është më ajo 2022. Po tregoj vullnet. Për sa i përket le të them vullnet politik, për sa i përket po sepse atë ka kërkuar, s'është rrugë vullnet, ai atë kërkoi, pra Ukraina duhet të jetë pjesë e tavolinës bisedimeve, e kërkoi që në fillim që kur nisi bisedimi, që kur u bë biseda e parë, takimi i parë midis amerikanëve dhe rusëve në Riyadh, Zelenski doli me deklarat që nuk mund vendosin Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ukrainë pa qenë Ukraina pjesë e bisedimeve në tavolinë. Pra u arrit ajo që ai kërkoi prej fillimit. Ja ku është tavolina, tash duhet ulen në tavolinë. Në çfarë fazë jemi këtu dritan? Si e lexon? Kjo nuk është në asnjë fazë. Kjo nuk është fazë. Kjo ulja në tavolinë është nivel ekspertësh në bisedime direkte midis Ukrainës dhe Rusisë. Takimi i parë është ai takimi i cili përcaktohen palët përcaktojnë pozicionet e tyre. Pra gjithnjë takimet e para në këto raste në vende që janë në proces lufte, takimet e para janë gjithnjë për të përcaktuar pozicionet. Pra unë këtë pozicion, pastaj fillojnë edhe shtojnë pozicionet. Po i pari është gjithnjë për të përcaktuar pozicionet në të cilat janë palët kundrejt njëra tjetrës. Sepse po ti kemi dëgjuar dyja palët janë shumë larg njëra tjetrës. Njëra është në një cep tavolinës, tjetra në një cep, pra me ato çfarë kërkojnë palët, pra nuk kanë. Prandaj them që tashmë ato i paraqesin njëra tjetrës pozicionet të cilat kanë. Dhe pastaj që aty fillon pastaj dhe mund shkojë, bisedimi dhe ata e dinë se si e qytetek. Pra është në dorë të tyre. Po pa ndikim dhe unë shpresoj që të jetë pa ndikim të jashtëm. Tregon kjo një, le të themi, se asaj nuk i di se bisedime janë, por ka përcimi i madh. Bisedimet për luftën, pra vendet shumë gjatë luftës në Afganistan, gjatë luftës në Vietnam, gjatë luftës në Kore, gjatë luftës në Afganistan, bisedimet kanë vajtur me vite. Në Vietnam bisedimet zgjatën 3 vjet, në Kore zgjatën 1 vit, në Afganistan zgjatën 1 vit, pra ndërkohë që vazhdonin takoheshin amerikanët me talibanët dhe pra kjo nuk do të thotë se nesër do pushoj lufta, por ama është një hap. Është një hap sepse u hoqën kushtet, paktën palët. Jo, nuk është çështje kushtetve, nuk bëhet nëpërmjet të tretëve. Pra takimi është direkt dhe janë to 2 palë të cilat që ti zakonisht e ke thonë që vetëm këta 2 mund ta zgjidhin, siç e zgjidhen në mars të 2022-shit, mund ta rizgjidhin sërish vetëm palë sepse lufta për të dyja palët është ekzistenciale dhe vetëm këto të dyja e dinë ku ju dhëmb dhe ku e kanë interesin. Çdo palë e tretë në këtë mes do shohit të përfitojë edhe vetë dhe mund të dëmtoj interesin e njërës palë. E qartë. Ndërkohë, Endri, si e lexon këtë moment ndërkohë që kjo pritej, po në vend që takohesh Zelenski me Putinin dhe Trumpin, u takua me Erdoganin dhe Erdogani theksoi sërish mbështetjen për integritetin territorial të Ukrainës, duke bërë të qartë këtë çështjen e Krimes, që Krimea është pjesë e Ukrainës, për të kuptuar pak a shumë si e lexon këtë moment për sa i përket një përpjekje dhe një mundësie për
hapa konkret për arritjen e një armëpushimi nuk mund të merret një fotografi e moment, një ngjarje e momentit dhe të bëhet analizë vetëm për atë ngjarje të momentit pa kuptuar gjithë kontekstin. Neve bile këtë ngjarje duam ta fusim në kontekst. Konteksti ka qenë përgjithsisht lufta në Ukrainë, ishim bisedimet e para që janë bërë dikur, janë bërë edhe në territorin e Bielorusisë, janë bërë edhe në territorin e Stambollit, e Turqisë domethënë. Ka pasur raunde në nivele të ulta, të cilat nuk çuan as sekundi. E para njëherë nuk çuan as sekundi edhe për shkak të pozicionit të palëve që janë të gjata, po edhe për faktin tjetër që siç është Trumpi tani, dealet bëhen nga njerëzit e mëdhenj, nuk bëhen as specialistët poshtë. Pra, nëse ti do që të arrish një deal, një marrëveshje, duhet të flasësh me CEO-n e kompanisë, nuk mund të flasësh me një specialist thjesht aty që është marketingu në rangun poshtë. Dhe Trump u mundua që të futej si negociator, pati të dërguar special për Kremlinin, pati Marco Rubio që u takua me Lavrovin e tjerë, pra që ishte në rang shumë të lartë për bisedime paqe, të cilat edhe ato nuk quhen as sekundi, për vetë se përforcuan faktin që Putini nuk do që të ketë marrëveshje paqe, sepse nuk ka arritur ato objektiva që të doj. Domethënë, ai ka deklaruar që unë dua të marr këtë pjesën e, po themi, të Ukrainës, që kam qef ta mbaj për vete, duke fund ato 5 rajonet, me Krimeën, Donetsk, Donbass, Zaporozhjen dhe Khersonin, në të cilën një pjesë nuk e ka pushtuar akoma, kështu që normalisht do dëshironte që ato të kishte pjesë të territorit edhe ato pjesën në të cilën nuk e ka të pushtuar akoma. Dhe ky ishte pozicioni i tij që ishte intransigjent. Normalisht Ukraina nuk pranon që të lëshojë territorin e vet dhe rezultatet nuk quhen as sekundi. Ajo që është në këtë rast është puna e narrativës. Rusia ka lozur gjithmonë me bllofin. E ka lozur gjithmonë me bllofin. Mjafton të kujtojmë këtu që na fillimi i luftës e deri më sot, sa herë ka kërcënuar me armë bërthamore. Mos i çoni HIMARS se do përdor. Mos i çoni tanke se do Medvedevi e ka thënë drejtën. Medvedevi nuk është profesor qeveritar. Bravo, se vjen te pika ime pastaj që nuk ka kuptim Jo, ka kuptim se nuk ka kuptim edhe Shoiguja e ka thënë. Dhe të gjithë. Dhe sa herë ka kërcënuar me armë bërthamore. Dhe këtë e bën për të krijuar një pengesë diplomatike, sepse e di dhe vetë që përdorimi i armëve bërthamore është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe nuk është e lehtë për të përdorur. Pse tjetri mori 2 tanka apo mori një avion. Se pastaj futet bota në një kaos për armë bërthamore. Ka luajtur bllofin, po themi që të mos rrim ta diskutojmë këtë. Bllofi ishte tani edhe në rastin tipik. Domethënë narrativa që po tregohesh në anën e Trumpit ishte që pengesa për paqen vjen nga Zelenski. Pra, ajo që ishte e Trumpit ishte që po mbështeste linjën e Rusëve. Pra, pengesa është Zelenski, dhe Zelenski ajo pengesa nuk e mund. Do marrëveshje dhe jo vetëm shkoi, po ishte i gatshëm. Jam i gatshëm për armëpushimin tërjetitor, që nuk u pranua asnjëherë në Rusia. Dhe Mark Rutte tha topi është qartësisht. Jam i gatshëm për këtë. Dhe javës së kaluar përpara se dilte propozimi, në Evropë po diskutohesh paketa tjetër e sanksioneve ndaj Rusisë, të cilat do fillojnë që tani dhe do ashpërsohen në kolik. Se pritesh e mos arritesh. Dhe në momentin kur doli kjo, atëre doli Putini dhe tha unë jam gatshëm për takime tjera, ishte bllofi i radhës. Dhe ta Zelenski ja po vi unë aty të takojmë dhe të flasim, se nuk ka kuptim të flasin specialistët. Do marrëveshje paqe, hajde të flasim bashkë, drejt për drejt në tavolinë. Normalisht Putini nuk vajti dhe domethënë Ukraina e kuptoi bllofin atij dhe tani Evropa e kuptoi edhe këtë gjë dhe e tha që ato sanksione do futen në fuqi, pra ato sanksione që ngelën pezu sepse than hajde më kjo punë e paqes, bile për kancelarin Merz ishte gabim nga ana e Zelenskit që të shkonte atje, domethënë sepse është e kohë që të shkosh sepse ai domethënë do shkosh te program. Por Zelenski e bëri atë e kolli bllofin, domethënë që është në Nëse jo, dha mesazh. Dhe tha që unë shkoj aty. Duhet kuptuar një gjë.
Se s'kam kohë shumë në politikën e jashtme, ka i problem shumë të madh me mënyrën se si perceptohet politika ruse. Tani, kush i njeh më mirë malazezët? I njohin shqiptarët apo i njohin islandezët? Kush e njeh më mirë grekët? I njohin shqiptarët apo i njohin irlandezët? Po thua që Ukraina i njeh. Ata që janë në kufi e njohin më mirë njëri tjetrin sepse kanë me shekuj që jetojnë aty. Dhe problemi në politikën e jashtme europiane ka qenë pikërisht kjo, se si realisht është rusi e njohin baltikët, e njohin polakët, e njohin ato vende që janë në kufi, e njohin finlandezët dhe nuk e njohin gjermanët apo që janë më të rregjur. Por politik bërja kryesisht bëhesh nga perëndimi. Dhe ka qenë dhe ignoronte alarmin që mund të kenë ata. Dhe ignoronte ata që realisht e njihnin. Dhe Zelenski e njeh sepse Zelenski vetë është rusisht folës. Dritan se kam shumë pak kohë se do lidhet kredi, shpresoj. Vetëm në këtë aspektin. Po. Jo, 5-6 minuta kemi, ja? Po mirë, 2 minuta do marr. Po. Kundërshtoj pak edhe para kur Endri tha që në bisedimet e para nuk u arrit asgjë. Në bisedimet e para u arrit gjithçka. Në mars 2022-shit, bisedimet u arrit që në këto marrëveshje të cilat nuk u bën në nivel të lartë, çdo të Endri pra, edhe ishin në të njëjtin nivel pra, se pothuajse një delegacion është. Një njëjti delegacion. Në të dyja palët është një delegacion është, me përjashtime të vogla, pra nuk ndryshon gjë. U arrit që rusët të tërhiqeshin totalisht nga Ukraina, pra me përjashtim Krimes, pra nuk diskutoi Krimea, nuk u diskutua Krimea në ato bisedime. Po, 2014-s, po. Rusët do të tërhiqeshin totalisht gjitha forcat ushtarake nga Ukraina. Ukraina pranonte që të mos hynte NATO, pranonte që mos mbante baza ushtarake tuaja NATO dhe pranonte dhe u vendosë që Ukraina do të vazhdonte përpjekjet e saj për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kjo është marrëveshja e deklaruar nga Ukraina. Dhe me 22 mars me 19 mars u arrit kjo marrëveshje, cilën e deklaroi Ukraina publikisht. Po. Me 22 mars, në samitin e NATO-s, doli Mark Rutte, ai tjetri që ishte para këtij, dhe deklaroi që NATO Stoltenberg. Dhe tha që NATO nuk mbështet asnjë lloj marrëveshje midis Ukrainës dhe Rusisë, nuk e njohim. Dhe ç'a bën? Pas këtij doli Victoria Nuland, e cila ishte zëvendës sekretare e shtetit dhe mbulonte Ukrainën, doli dhe tha që neve nuk e përkrajmë dhe nuk e mbështesim asnjë lloj marrëveshje që Ukraina bën me Rusinë. Dhe quan atë idiotin anglis që ishte kryeministër, dhe ai vajti dhe i tha edhe publikisht që prishë marrëveshjen dhe Ukraina prishi marrëveshjen. Po ta kishte bërë atë marrëveshje që Endri thotë që nuk u arrit asgjë, sot nuk do kishim as të vrarë as të plaguar, pra ata që u bën dhe Rusia do kishte dalë në territorin e saj ku ishte. Pra do të rishte trupat. Kjo ishte marrëveshja. Që thotë nuk u arrit. Pra u arrit dhe u prish nga këta ndërkombëtarët. E dyta, në rast se shkojmë me idenë që duhet të ulet të mëdhejt. Atëre, përse nuk po ulet Trumpi me Ayetullahun, po kanë çuar dhe bisedojnë trupat, kanë bisedojnë për çështjet me Iranin? Pra në rast se do ecim me këtë logjik. Putini, Ayetollahu dhe Jo, pse sulet Trumpi me Ayetullahun dhe ta mbyllim ndërveshje me Iranin, pra nërsa ecim me logjikën që s'është. Dhe e treta, që shkruar që thotë e njohin ata më mirë. Domethënë sipas Endrit e bie që të gjithë neve tjerët që flasim për këto marrëveshje, për këto budalliqe që bëhen, nga që nuk jetojmë atje dhe nuk e njohim, ne s'duhet flasim fare. Logjik pra, s'ekziston pra. Logjika është në këtë moment logjika ka dhënë i miri i keqi. Pra, ne analizojmë atë që ndodh dhe atë që ndodh është kjo. Dakor. Endri, e fundit është Reuters raporton se Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë rënë dakord të zhvillojnë bashkërisht një armë të re etj, po jo, më fal se është kjo tjetra. Gjermania mendohet ndërtoj një ushtri ndër më të fortat në Bashkimin Evropian. Si e vlerëson këtë, se po them mora këtë shembull për të kaluar pak te Europa, se ishte në fakt në një mënyrë një tjetër Europa ajo që e prishi marrëveshjen e 2022-shit. Jo, më prishin amerikanët, se prishin NATO e para, Europa ishte e fundit, Europa ishte e fundit. Evropën e kanë tërhequr përfundesh. Amerikanët gjatë gjithë kësaj kohe, kupton? Tani nuk ka pasur marrëveshje në Bielorusi, Në Stamboll mor ishte marrëveshje. Marrëveshja ishte në Stamboll. Në mars nuk ka pasur marrëveshje. Ajo që ndodhi me kolapsin e frontit rus në veri dhe verilindje të Ukrainës ishte për faktin i planifikimit të keq, sepse u menduar që Ukraina nuk do të planifikim për syrim asaj. Dhe nuk mori përsëri dhe nuk mor nuk do të preva dritat më lehtë. Nuk pati marrëveshje që do largoheshin, sepse nuk mori asnjë gjë. Domethënë Ukraina dihesh që nuk ishte futur NATO,
dije që ishte vende që nuk donin ta fusin Ukrainën në NATO, kështu që Po i referohesh sedimeve në Stamboll apo në Bielorusi? Jo në Bielorusi, jo tha në Mars. Po edhe largoi trupat, nuk i largoi se arrit marrëveshjen, nuk u arrit marrëveshjen në Mars në Bielorusi. Është jo thotë për Stambollin drejtari. Stambolli pra marrëveshja e Stambollit u arrit, po në prill me 7 prill është e fundit. Po ishin larguar ndërkohë trupat dhe ajo që ndodhi ishte një kolaps për shkak se ishte planifikuar keq sulmja dhe normalisht u tërhoqën se nuk vazhdonin dot. Po, Europën e ndrisjeshe në këtë. Për sa i përket Evropës. Evropa është zgjuar me vonesë. Është zgjuar me vonesë. Domethënë për shumë vite ka qenë nën mbrojtjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e keqja kush ishte Evropës? E keqja e Evropës ishte që në vitin 90 doli dhe një libër i famshëm që ishte thoshte Huntington, thoshte fundi i historisë. Do të thënë mori fund historia me fitimin e luftës totë mori fund historia. Që ta dish ti shpenzimet e Gjermanisë perëndimore kur ka qenë në NATO në vitet 70-80 ka qenë 3.5% e GDP-s. Anglia ka pasur 7. Dhe Anglia. Dhe tani nga ai nivel shpenzimesh vajtën Gjermania vajti te 1%. E uli me 3. Pra, pa llogaritur faktin që duhet edhe të ndihmonte rimëkëmbjen e ekonomisë Gjermanisë lindore. Pra, për shumë vite, nga vitet 90 e deri në 2020, derisa ndodhi kjo krizë, gjithmonë mendohesh që bashkëpunimi ekonomik do i bënte njerëzit që të harronin luftrat. Ashtu siç ishte edhe vetë thelbi i projektit evropian. Pra, bashkëpunimi ekonomik që ka qenë kaloi në bashkim. Dhe me këtë ide ata menduan që dhe me Rusi mund të lozësh në këtë mënyrë. Gjë që kundërshtohesh në gjithë ajo që kthehem në rastin tjetër. Vendet që ishin me Rusin thoshin nuk është ashtu Rusia. Rusia nuk është si Gjermania me Francën që gjen bashkëpunimin ekonomik dhe normalisht pastaj e kaloi në projekt BE. Rusia ka tjetër mentalitet. Doli projektu. Dhe kjo që ishte kjo vendimmarrje, domethënë ky koncept i gabuar i Rusisë bëri që Evropa qëndronte e paarmatosur dhe faktikisht e papërgatitur për një konflikt gjatë, sepse nuk kishte rezerva, nuk kishte investuar shumë në atë drejtim dhe rezultati është që është në atë moment dhe është e prapambetur. Tashmë duhet që Evropa të kapi hapin e vet për të qenë dikushi, sepse është bërë në politikën e jashtme, nëse ti nuk ke një potencial ushtarak për ta mbështetur ato fjalë që thua. Po. Ndërkohë dritan këtë pyetjen që nisi ta bëjë Endrit, që Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë rënë dakord zhvillojnë bashkërisht një armë të re, goditje e precize në thellësi me rrezë veprimi mbi 2000 kilometra, çka më çonte ajo biseda që bëjmë vazhdimisht bashkë që edhe Europa ka filluar tani të zhvillojë këto raketat me rrezë të gjatë, çka kemi thonë paktën ti e ke thënë këtu në studion time. Në mes një deti tërë. Do duhet kohë thua. Ata kanë disa idera, pra evropianët kanë shpalosur disa idera, po në momentin mbeten vetëm në idera, për arsye se nuk i kanë shpalosur këto në asnjë lloj kapaciteti, as në letra as gjë. Kemi një deklaratë të Ursula von der Leyen, që është kryetare e Komisionit Evropian, pra e Bashkimit Evropian, e cila përcakton që Evropa nuk do të ketë asnjë ministri mbrojtje të përbashkët, pra nuk do të ketë një ministri mbrojtje unike Bashkimi Evropian, dhe çdo shtet do vazhdoj të prosperojë dhe të krijojë doktrinën e vet ushtarake dhe të menaxhojë doktrinën e vet ushtarake dhe forcat e vet ushtarake. Pra, marrëveshjet dy palë që bëjnë shtetet mes tyre nuk janë zgjidhje për mbrojtjen europiane nesër. Duhet ajo që kemi folur.